Miq të Piskut, ju përshëndesim. Ja ku I takojmë sërish me profesor Angel Lukën dhe si ditë shënuar sot, meqense jemi këtu, na ra rruga këtu, ne kemi vendin tonë këtu në qendër, por na ra rruga kjo zemra ta keni gjithmonë funksion dhe ta përdorni për mirë, jo vetëm për të ditë siç është ky 14 shkurti që është krijuar çdo ditë, kështu zemra duhet çdo ditë, jo vetëm 14 shkurt. Nëse zemra punon për 14 shkurt, nuk e di çfarë mund punoj tjetër. Kështu si kanë ardhur ditët e Angel, a ka dashuri që ta kthejmë pak më kështu dhe të kalojmë tek ato tema të tjera. Ne në fakt erdhëm sot për një çështje tjetër. Jo, dua një përgjigje. A ekziston dashuria sipas teje? A ka dashuri të vërtetë reale? Dashuria s'ka fare të bëjë me datat. Sigurisht që ekziston. Unë thash atë. Po ekziston. Sigurisht që ekziston. Po s'ka të bëjë me datat, s'ka të bëjë me rendin shoqëror, me institucionet politike, administrative të tjera çfarë duash ti, dashuria është dashuri dhe është një impakt që sot apo nesër do të bjerë mbi të gjithë. E kupton? Dashuria kur thotë do të bjerë, duket sikur tingëllon kështu, sikur do të bini virus në smundje diçka tonë. Dashuria është një lloj smundje. Është një lloj smundje. Nuk është kot ajo shpreha. Nuk është kot. Është një lloj smundje që njerëzit do donin ta shëronin apo do donin që s'duan ta shërojnë. Jo, duan ta shërojnë. Jo, prit, mirë e keti. Ka dhe njerëz që duan të shërojnë prej saj sepse idiotësia I ka prur njerëzit të mendojnë se kur bëjnë një gjë, dashurinë duhet ta lënë minjanë. Dhe harrojnë gjën kryesore që dashuria, ashtu si të gjitha instinktet e krijuara natyrshëm për njeriu dhe për gjithë natyrën, janë të domosdoshme për ta mbrojtur njeriu. Dhe njerëzit nuk e dinë këtë. Pra dashuria është për ta mbrojtur njeriu apo për ta shkatruar? Dashuria e mbron njeriu. Kur është krijuar. Por sot realisht ajo nuk është krijuar, është pjesë e natyrës. Pjesë e natyrës? Ashtu. Pjesë e natyrës. Dhe shumë njerëz që mbajnë vetëm për të zgjuar thonë kur bën një punë dashurinë lëre minjan. Dhe kjo lloj ideje e ka prur njerëzimin në shkatërim të plotë. Po. Pse nuk duhet të jetë kështu domethënë? Dashuria duhet të jetë parsore. Pra, dashuria jo vetëm për dashuria duhet të jetë parsore sepse është parsore përdesa e ka krijuar natyra. Zoti. Por ne sot do të flasim për një gjë që edhe te kjo historia që ne do të flasim sot, pra te kjo ngjarje që prej disa vitesh vazhdon të diskutohet, akoma nuk është zgjidhur, ka dhe dashuri brenda. Po sigurisht. Vjen nga një jetë bashkëtorë familjare dhe jeta bashkëtorë familjare, sidomos të kushtet e sotshme, në përgjithësi, jo vetëm që përgjithësi e ka dashurinë brenda, po dashuria është një përgjegjësi, është edhe përgjegjësi, të marrësh përgjegjësi mbi vetë. Po natyrisht se ka filluar dhe duan ata kanë pasur dy dashuri brenda, një dashuri për njëri tjetrin dhe një dashuri për fëmijët e tyre. Për familjen. Ashtu. Dhe ne sot në vend që të flisnim për dashurinë në kuptimin e dashurisë dhe dashurisë seksuale, domethënë dashurisë shpirtërore dhe seksuale, se të dyja lidhen, duhet të ecin që natyrisht janë të lidhura me njëra tjetrën. Po ne do flasim sot për një dashuri materiale. Për dashurinë materiale. Materiale, domethënë që po vizitron më shumë se sa dashuria e vërtetë. Që shkatërroi atë natyrale. Natyrale, po, është saktë, shumë saktë. Ne do flasim sot për Bexhet Paçollin. Po. Apo më saktë për Liridona Ademin e Ndjer dhe Naim Murselin. Ti ma çove mua atë. Po unë e pash edhe sot në rrjetet sociale. Ka disa ditë që po është rikthyer si Kosova, ngjarje, si dosje, është rikthyer si dosje dhe është gjyqjet akoma. Dhe ka dalë fakti që në lojë që nga dhe 100.000 euro që Bexhet Paçolli ja ka dhënë çiftit ose më saktë Naimit. Naim. Po ka pasur dieni dhe Liridona. Ka pasur dieni. Po. Me sa lexova unë sot thuhet që këta kanë bërë një biznes me ato para dhe I kanë kthyer, e kanë marrë si në formë borxhi, I kanë kthyer 12.000 euro nga 100.000 dhe pjesën tjetër e kanë kthyer në formë shërbimesh. Dëgjoj mirë këtë fjalë është. Se kjo është e rëndësishme. Dhe unë kam thënë 100 herë që Naim Murseli ishte fytyra virtuale e Bexhet Paçollit. Domethënë Naim Murseli kujdesej për të gjitha që ishin
WhatsApp, pra Instagram, pra më thash të Bexhet Paçolli. Po. Ja. Dhe kjo natyrisht është një punë, si gjitha punët paguhet. Është normale që Bexhet Paçolli ta ketë paguar Naim Murselin për këtë lloj pune, fare normale. Po. Deri Është këtu. profesion sot. Profesion, kompanitë virtuale, domethënë këto që punojnë në Janë nga shërbime kompanitë që kompjuterike, paguhen më shumë, janë ato që paguhen me një mal me para. Po. Problemi është se unë që në fillim të kallëzimit tim, ku i dyshuar është edhe Bexhet Paçolli, kam ngritur dyshimin se Bexhet Paçolli nëpërmjet Naim Murselit bente një fushat të mirëfillt mashtrimi. Por tu le ta theksojmë pak, a ka qenë ndjeni Bexheti për këtë, Paçolli, për këtë gjë? Nuk është e mundur që Bexhet Paçolli të mos ketë pasur dieni. Nuk është e mundur. Pse Nuk është e thuhet mundur. që nuk është e mundur? Se ndoshta ai mund të ketë përdorur imazhin dhe figurën e këtij duke qenë se punonte për të dhe për të ndërtuar skema mashtrimit. Këtu. Mund ta ketë bërë dhe ashtu vet ai. Po edhe në qoftë se e ka bërë vet, nga ana ligjore, një njeri me përgjegjësinë dhe me ta ashtu quajturën ndërgjegje të Bexhet Paçollit, që ka përveç se ka biznese të shumta dhe të rëndësishme, ka qenë edhe president, Po. ka qenë edhe zëvendës kryeministre, që ka qenë. Do thënë, ky njeri mundohet ta japi veten si i kulluar, si njeri që ka interesa të mëdha, intelektuale tjera. Por mos harroni që Bexhet Paçolli ka hije shumë të rënda në historikun e vet. Ai është akuzuar apo dyshuar nga etusit zviceran, një se ka pasur lidhje me kompanitë mashtruese të Nigerisë, të këtyre si tipi call centrave kështu gjërash, dhe e dyta, dhe më e rëndësishmja, në fillim të viteve 80, Bexhet Paçolli ka qenë i dyshuar për tradhti ndaj vëllezërve të tij kosovar që luftonin për liri kundër serbit. I ka futur në kurth dhe janë asgjësuar atje. Edhe për vrasje domethënë. Do të thënë bashkëpunton në vrasje. Bashkëpunton në vrasje, po. Si spiun i serbëve kundër Kosovës. Këto janë hetime që i kanë bërë zviceranët. Dokumentuar me fakte nga zviceranët. I kanë bërë zviceranët, nuk i kanë bërë unë këto. Ashtu. Dhe në momentin kur unë mora këtë gjasme ofertë për 50.000 euro nga Bexhet Paçolli, çfarë viti bëhet fjalë thjesht se ne kemi bërë një tepër. Në maj të 2021-shit, pra që unë natyrisht për pak i qenë për ta hëngur aty Karremin domethënë. Prit. Se unë e di që në përbot mashtrimi tash është bërë rutinë, e kupton ti? Por s'është e thënë. Nuk është e thënë që çdo akt që shikon ti që ti jap kaqe të marr aq është akt mashtrimi. Ka mashtrim mbi mashtrim. Që do të thotë? Në rastin konkret? Edhe në rastin konkret. Po. Ashtu. Do të thënë, unë e printova faqen, e kupton? Dhe direkt i bëra për të verifikuar nëse ishte e vërtet, sepse ka qenë periudha e pandemisë, e kupton ti? Dhe Bexhet Paçolli, nëse do ishte i vërtet fakti, është apo se është e di vetëm ai, Bexhet, domethënë ka pasur dhe shumë personazhe të tjerë që dhuronin para. Me dy qëllime. Një, që të ndihmonin njerëzit që me të vërtet mund të ishin në vështirësi dhe për të dhënë kontributin e tyre, dhe e dyta edhe për të bërë imazhin e tyre. E kupton ti? Dhe në raste konkret ka lidhje me këto dy apo jo? Ka. Kush më mirë se Bexhet Paçolli është interesuar që t'i japin vetes imazhin e bamirësit. Se ai gjithmonë ka pasur nevojë që të ketë, domethënë, njerëz që votojnë për ta për shembull, në një fushat politike. Po, për të ndërtuar reputacionin e vet. Atëherë unë çfarë bëra? Pasi e bëra këtë, kontaktova kompaninë Mabetex, që është këtu në Tiranë, me 100 metra aty. Aty te ish komiteti qendror. Dhe jo vetëm që nuk mora përgjigje, po domethënë ajo emaili u bllokua. Dhe ky është një dyshim tepër, sepse është normale që nëse dikush ka ndryrë për të vjedhur, ai ka interes që unë të mos komunikoj me personin direkt.
Dhe unë vazhdova përpjekjet për të verifikuar derisa kam marrë në telefon edhe sekretaren private të Bexhet Paçollit në Lozan të Zvicrës. E kupton? I kam telefonuar, Keni komunikuar? kemi komunikuar me WhatsApp, janë të tërë dokumentuara këto. Janë pjesë e dosis. Ishën ndjenja për të? Çfarë thot? Prit tash. Prit. Është e pamundur që sekretarja personale të mos ketë komunikuar me të. Është zero. Sepse ajo atë punë ka. Ashtu. Tani unë bëra kallëzimin. Kallëzimin e mori prokurore Anisa Qelimi, urdhëroi oficerin e policisë gjyqësore Lulzim Budini që të merrte kallëzimin tim. Direkt pasi mori kallëzimin dhe i bëri të tëra në rregull, Lulzim Budini, domethënë unë e takova të nesër me Lulzim Budinit për ta pyetur çfarë detyrash mori. Lulzim Budini më thot mua prokurorja ma hoqi dosin. Çdo hoqi dosin e thashë. Nuk tha fare arsye për çfarë? Jo. Priteni. Se Lulzim Budini është personazh me shumë interes në këtë histori. Jo vetëm tënde, por edhe ndoshta edhe Jo, po flas për veten time, për të tjerat nuk mund të flas për gjëra që si di. Unë flas vetëm për gjëra që i di. Dhe Lulzim Budini më thotë se kam mundosjen, ma hoqi prokurorja. Unë e takova prokuroren, të nesme atë pastesme s'ka rëndësi, i them shefe, i them si bëhet muhabeti, ja kishe hequr dosjen aty, po dha e hoqja, pse shtu duhet ty. Ç'është duhet? Era. Ç'është duhet ty. Është përfshirë në problem. Ky që nga që më duhet, me gjën time s'më duhet mua e thashun. Edhe iku ajo, 2 fjalë edhe iku. Mirë po, 3-4 ditë më vonë, unë i drejtoj një email Partisë Republikane, asaj partisë që është presidenti Trump sot. Dhe si që dini, unë kam me mira emaile që më vinë për ditë nga, vazhdojnë të vinë nga ai. Edhe pse unë bëj këto deklaratët si që diti, ato vazhdojnë të vinë. Bile njëre prej atyre kandidateve, domethënë antareve të ekipit të Trumpit më thonë jam i dashuruar marrëzisht pas teje. Jo, më. Prit tash hajde gjeti se çka ka këtu. Se unë s'kam si ti marr seriozisht përderisa unë kam dërguar letra, siç e dini ju, në ambasadën amerikane dhe ata nuk japin absolutisht asnjë përgjigje. As e bardha as i zi. Zero. Po çfarë ndodhi pastaj mos ju drejtova atyre? U bllokua edhe ky email. Edhe ky. Dhe unë i them Lulzimit, Lulzimi më thotë thuaj shefes të kam thënë që unë s'di me gjë dhe s'kam mundësi të bëj asgjë. I them asaj, më thotë ajo ma bëj me shkrim. Ja bëj me shkrim, unë e protokolloj dhe kur i vete asaj në dorë ajo tak një ta mbyllur dosin fare dhe ç'a bën? E bën vendimin me mos fillimet timi dhe e pasqyron sikur e kishte bërë një javë më parë. Me qëllim që ky akt të mbete jashtë. Është histori e gjatë kjo, prit. Me që të bim shkurt. Jo, nuk i bjen dot shkurtë, se s'kuptojnë dot njerëzit. Ashtu. Tani Lulzim Budini, që ta dini juve, me që e përmenda, është i njëjti person që në vitin 2017, në një tjetër prokurore, Elina Kombi, duhet të bente hetimin për vrasje me helmim, që më kishte ndodhur mua, nga farmacistja. Farmacistja me emër Erisa Petrov. E nxitur nga oficeri shikut i dyshuar Romeo Zegali. Mbaj mend. Ngjarja ka ndodhur në datën 2 tetor. Pritën. Këtë dokumentacion unë ja kam dhënë Mariola Mërtirit, dëgjoj mirë, punatës së Mirel Mërtirit, që i ka vjedhur shtetit 430 milion euro. Dhe Mariola Mërtiri u morë mbrojtje nga të gjithë, morë mbrojtje dhe nga Spaku, u dha vendim mos fillimi nga prokuroria e Durrësit dhe KPA-ja e rrëzoi pikërisht me të njëjtat dyshime që kisha ngritur unë. Me po ato. Dakor? Tani Elina Kombi sot është e përjashtuar nga vettingu sepse është gjetur me një pronë hotel në Pogradec. Pronë të vogël kështu, pasuri tepër. E pa justifikueshme. Kishte rambaçe. Po, pra kishte rambaçe. Dhe nga ana e Lulzim Budinit nuk mund të themi se ka faj, se s'ka faj, se Lulzim Budini, ashtu si çdo oficeri policisë gjyqësore në prokurori, nuk bën dot asnjë veprim pa marrë urdhra nga prokurori i çështjes. Dakor? Domethënë nuk bën dot veprime me iniciativë siç mund të bëjnë oficerët e policisë gjyqësore
në për komisariate apo në drejtorinë e policisë. Dakor? Edhe unë me që gjatë kalimit të kohës dalin indicje se një person i caktuar mund të kishte ndërhyrë, domethënë mund të ishte personi që ka bërë ndërprerjen e komunikimeve midis meje dhe Paçollit dhe asaj pjese të dhuratës të quajtur, ç'a ndodh? Unë bëj një kallëzim tjetër. Dhe ja bëj oficerit policisë gjyqësore Artan Dashi, që është inxhinier elektronik, dhe që më njeh prekosh. Ka qenë nxënës i një shokut tim më të afërt. E mera, i bën të gjitha dhe brenda futen emrat e Bexhet Paçollit, të Belinda Ballukut, që doli skema pastaj ju bë shumë e madhe. Dhe si person kryesor ndërhyrës, Theodori Çami, janë të tërë emrat e tim. E kupton? Që no, kur e ka thonë Angel këtë se po më kujton gjë historie, po Angeli 3 vjetësh. Para 3 vitesh. E kemi rithënë te Pisku para se dilte ky skandali me shumë më përpara, prit. Me tunelin. Se këtu është problemi. Me Bacollin në aeroport. Problemi kryesor. Në mars u bë hetimi, domethënë u bë marrja e kallëzimit. Dhe kallëzimi vajti natyrisht në prokurori me të gjitha ato çka kishte për të vajtur, siç bëjnë oficerët e policisë gjyqësore, dhe në prokurori pas pak kohësh më thonë mua që dosja i ka rënë prokuror Leonard Filopatit. Prit tani. Shumë e do t'i maron ti për këtë prokuror. Prit. Leonard Filopati pas pak kohësh më bie në vesh që Leonard Filopati kishte marrë dosjen e ILDKP-KI-s, e Inspektoratit Lartë të Deklarimit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit. E kemi këtu mbrapa ne. I thot edhe kështu me iniciale, i thot edhe dhe po të shikoni tani aty, mund të shkosh ti Altin, pastaj më vonë dhe do shikoni që ILDKP-ja, shkoni ku të doni. Jo, prit. Kanë festat. Jo, s'ka pushim atje. Se kanë vënë gardhet ata dhe kanë ngritur skelat e kanë shkatëruar komplet. Ka pushim gjithmonë atë. Po, e kanë shkatëruar komplet institucionin ata katin e parë. Atje ku unë kisha bërë videon që kam dorëzuar 3 dosje, 388 faqe, 10 regjistrime audio, e kupton ti, edhe një 15 emaile. Me siguri ata s'kan pas kohë mi nuroj, mi lexu. Dhe ata në vend që të bënin, të më jepnin mua statusin e sinjalizuesit siç e ka ligji, dhe këtë kërkesë unë në fakt ja kisha bërë KPA-s, domethënë kolegjit posaçëm të apelimit. Ata më thanë mua nuk merremi ne me këta, merret me ILDKP-ja. Edhe ata më thirrën vet, bën intervistë me mua, më thanë na bie materialin që ti mendon se është i domosdoshëm për të justifikuar kërkesën tënde. Edhe ishte kjo më fjalë. Tani, për çfarë duhet të përfundonte dosjet te Leonard Filopati? Nuk ka asnjë përgjigje zyrtare nga prokuroria, ku është dosja? Janë bërë 2 kallëzime dhe nuk përgjigjet njeri. Po jo vetëm kaq. Me ligj, si që dini juve, nëse unë bëj një kërkesë, a ka ardhur dosja këtu, dhe ti thuaj, dhe ti nuk thuaj jo, mbetet po, edhe po së përgjigje. Dakor? E qartë, e kemi thënë me 10. Unë i kam bërë kërkesë prokurorisë, a ka ardhur dosja këtu, sepse me është tënë edhe nga prokuroria e përgjithshme dhe edhe nga drejtoria e përgjithshme e policisë edhe nga drejtoria e Tiranës. Dhe ata nuk përgjigjen fare. Por thon po me konfirmim në hershje. Prit, dhe pyetja ka qenë dhe a është në dorë të Leonard Filopatit. Këto 2 momente janë pothuajse paralele në të njëjtën kohë, domethënë dosja për hetimin rreth Bexhet Paçollit dhe Theodori Çamit dhe Belinda Ballukut është në të njëjtën pothuajse në të njëjtën kohë me dosjen e ILDKP-s. Por ç'a ndodh? Prokuror Leonard Filopati nuk është personi, domethënë nuk është prokurori që duhet bënda atë hetim. Kush është? Atëre, dosja e domethënë e Bexhet Paçollit, Belinda Ballukut dhe Theodori Çamit është me numrin 2365 dhe është për mashtrim kompjuterik. Është e njëjta dosje që në fillim ishte pa autor, të dyshuar, që kishte anisa qëllimin 2021, kjo është e 2023-shit, dhe ajo më kryesore është që Leonard Filopati nuk është shortuar për dosje 2365, por për dosje 2931. Do të thënë, Leonard Filopati me iniciativë ju ka marrë sekretareve edhe dosjen e ILDKP-s, edhe këtë dosje,
dosjen e mashtrimit. Po, kush mendon se ka çu Leonard Filopati që të merret me këtë? Ai që ka paguar, se për çfarë ndryshe do ta merrte? Prit. Domethënë, këto ngjarje, domethënë fillimi i këtij hetimi në dorën e Leonard Filopatit duhet të fillonte në mars-prill. Dhe unë vazhdoja i kërkoja Leonard Filopatit të më jepte parat. E kupton? Leonard Filopati nuk bente asgjë derisa më në fund e pas se i shturmuar, më dha një takim. Dhe ky takim është bërë pikërisht në datën 30 nëntor, domethënë ditët kur llogaritej dhe përgatitej vrasja e Liridona Ademit. Se mezi po pris ta bëja pyetje kur do dalim kjo tani, Ja gjëra dolëm. konkrete. Ja dolëm, domethënë dyshimi im është që Po. gjatë gjithë kohës Bexhet Paçolli, se nuk ma mende që Naim Murseli ishte e tillë figurë që të urdhëronte atë Bexhet, më fali, prokuror Leonard Filopatin që të bënte veprime të tilla, për më tepër që unë nuk kisha bërë në një akuzë të drejtë për drejtë për Naim Murseli që se kisha iden fare se ekzistonte, Po. e kuptonte? Kështu që kush ishte personi që e mbante dosjen pezu? Përveç Belinda Balluku dhe Bexhet Paçollit as kush tjetër. Domethënë në rastin konkret, prit. Tu më gatrohen që gjona, mos shumë harroj- edhe ka Belinda Ballu ka lidhje edhe vrasjen e Liridona Ademit. Mund të ketë. Mënyrë indirekte. Mund të ketë. Mund të jetë urdhërusja. Po, prit. Domethënë, fakti i këtij dhurimi që unë e kam quajtur mashtrim kompjuterik, qoftë se mund ta ketë bërë apo jo Bexhet Paçolli këtë akt, është i majit të 2021-shit. Është pikërisht koha kur Bexhet Paçolli ka marrë tenderin e Vlorës. 150 milion euro lëviznin aty. Po pse duhej që të bllokonin këto 50.000 euro? Që të mos jepnin ato 50 milion që rezultojnë sot. Si, në shkuptim, si... Po pra, vendimi formës prerë që ka 50 milion euro dhe mjë. Po, Po- të çni edhe ka 50.000 euro, është si për bllokimi i 50.000 euro. Po të më banë pengo që unë, mos këtë mundësi të lëvisun. Dhe të justifikojnë që ky ja fut kod për çdo gjë. E kupton ti? Duhen një mori mashtrimesh Po mirë, të pse do bëra. vristin Liridona Ademit sipas tyre? Pse do ta Pikërisht. vrasin do? Pse do ndërhyjnë në këtë Dhe familje të tyre? këtu del ajo 100.000 e tanishme. Ha, Domethënë, ti mendon se do zbërthehet ndonjëherë kjo gjë? Okej, unë them që po. Ti ke Unë them zbërthyer. që po. Unë nuk e kam zbërthyer. Unë kam dyshimet e mia Dyshimet pra. dhe indicjet e mia. Zbërthimi duhet bërë me fakte. Drejtësia, Të mos i ngatrojnë gjë, po pra. Se Kosova se ka marrë më shumë Po pra. që po merr. Tani prit se kemi me këtu. Janë fakte që ti kam thënë më përpara, nuk është, domethënë nuk është se po i them sot. Po. Sot na del që Naim Murseli ka pas marrë borxh nga Bexhet Paçolli 100.000 euro. Po është me të vërtetë që janë dhënë borxh? Apo janë dhënë pikërisht për një punë të caktuar të këtij lloji? Për këtij lloji do të vrasjen e gruas vetëm? Jo, për mashtrimet që bënte. Për mashtrimin. Dhe me që janë futur në mashtrim dhe Liridona me shumë gjasa mund ta ketë zbuluar këtë fakt dhe mund të ketë kërkuar pjesa jo. Dhe pjesën mund ta ketë kërkuar goxha. Sepse ajo, duke pasur një fakt në dorë që ky bënte mashtrim, për Bexhet Paçolli ishte shkatrim komplet që të dilte në shesh dhe të dilte me fakte që ai bënte mashtrim masivisht. E kupton ti? Dhe Bexhet Paçollit i ka lindur nevoja që të zhdukej ky fakt. Po si do thuash ti? Po s'është e nevojshme që ai t'i thoshte Naimit vrite. Thjesht i ka thënë përgjigju për atë që ke bërë. Po. Edhe ka përshkallëzuar situata. Po pra. Dhe mos harrojmë një gjë. Në qarqet e hetimit dhe të gazetarisë në Kosovë është folur për implikimet të shërbimit informativ. Apo jo? Po. Po kush tjetër më mirë mund ta bënte se Belinda Balluku? Pse thua? Po, shiko këtu. Të tërë e din që Belinda Balluku dhe Edi Rama janë pothuajse e njëjta gjë. Apo jo?
E kemi thënë edhe. Pa. E thonë edhe shumë. E thonë të tërë, se themi neve. Jo, e thonë edhe në media. A shqare fare. Po ju e dini që shërbimi informativ është... Edhe posti aty ku është, do në tregojnë që... Po pra, shërbimi informativ është vegle drejt për drejt e kryeministrit dhe përjedhoj edhe i zvendës kryeministrës. Madje ti ke thënë që më shumë për zëvendës kryeministrit. Sigurisht. Sepse Po? këtu interesat nuk bëhen në bazë ligjore dhe në bazë institucionale. Këtu llokmën më të madhe e merr ai që ka pushtetin e mashtrimit, të falsifikimit, të gjobvenjes. E kupton? Dhe Bexhet Paçolli midis të tjerëve këtë tender për 150 milionë euro e ka marrë pikërisht nëpërmjet gjobvenjes. Sepse ai ka kuptuar që qeveria shqiptare, domethënë Belinda Balluku me Edi Ramën e me shumë të tjerë, me Arben Ahmetën e më the tash, kanë qenë maksimalisht të interesuar që Engjël Lukat mos ketë asnjë kokër leku në xhep. Sepse këtu futet edhe interesi tjetër akoma më i madh, ai al petrolit. Domethënë, një mori interesash kanë ndikuar drejt për drejt në veprime apo në mos veprime që mund të kenë çuar në vrasjen e Liridona Ademit. Dhe këtu, mos harrojmë një gjë, unë kam 2 vjet që kam bërë një kallëzim penal kundër Leonard Filopatit për implikim në vrasje për shkak të një tjetër vepre penale dhe që është në 77 i kodit penal. Dhe mos harroni që paralelisht është vrarë kjo Liridona në momentin që Leonard Filopati duhet jepte përgjigje mua për parat 50.000 eurot dhe një vit më vonë është vrarë oficeri i shikut nga oficeri i policisë Shkëlqim Duka me sniper. Po një vit më vonë si lidh gjërat që ka çlidhe kam një vit më vonë. Çfarë do të mbulohen edhe pas një viti domethënë? Parat. Shkëlqim Duka në 2023, domethënë atë kohë. Ka qenë edhe i mbrëmësit sa gjës domethënë? Po ka qenë pjesë e hetimit ai, është personi që duhet bënte hetimin për parat që ka vjedhur shiku. Ju nuk i keni idenë që nëse i merr ato dosjet e mia, që janë, siç kam thënë, janë gati 10.000 faqe, dhe kështu faqe të para direkt me vull direkte nga gjykatët e nga prokurorit mund të jenë mbi 1.000, e kupton? Pavarësisht të akteve të mia, personat implikuar janë ndoshta mbi 1.000. Dhe të tërë sot po ti shikosh dënohen më i vogli 70. Dhe siç i bën llogarita, e ke dëgjuar ti? U dënua grupi kriminal, për shembull, u dënua 145 vjet që 140 vjet. Domethënë, nëse do të bëhet llogaria e grupeve kriminale, që janë futur në këtë histori, që nga 2002 duke filluar nga ambasada franceze. Me miliona vite. Dhe njerëzit e implikuar me 10 mijëra. Mos na bie razit fut. Jo. Po ke bërë angre. Ore, me qenë se ndole ke gjoba, nuk e di, e mbyllet gjithë këta tani që Jo, domethënë nëse ke pyetje vazhdojmë, po këtu sqarimet ndoshta s'mbarojnë. Me lidh edhe me këtë miliona vite që bie mesatarisht çdo shqiptar, domethënë. Jo, mos nga do të çdo shqiptar. Po e hiperbolizojmë pak. Jo, bile ju se duhet se erdhi rasti tash ta themi edhe një herë. Unë protestoj, ti e di, kundër gjyqtarëve, kundër prokurorëve tjera, po gjërat janë me emër. Je nga njerëzit që më korrekti. Kur them prokurorët, ndoshta bëshket goja për momentin, po gjërat janë me emër. Unë them prokuror filani, gjyqtar filani, gazetar filani, me ligjin e me nenin e filani, Fistaku. Të tëra gjërat që them unë janë me emër dhe ju drejtojnë personave të veçantë, nuk drejtojnë në grup. Ke gjobvënje, nuk e dija, ke dëgjuar para 2-3 ditësh rastin e arrestimit të një gazetari për gjobvënje. Ç'ishte ky gazetar për gjobvënje? Tani kjo njihet si ka në një emër apo? Po Elio Laze. Kush është Elio Laze? Një gazetar që ka qenë në media. Tani ka nga këto portalet. Dhe çka ka bërë ky gazetari? Shkuan në kapën tani për gjobvënje. Po ka marrë para? Ka hedhur gjob? Ka hedhur gjob një
biznesmeni, një biznesi apo ku diun. Është gjë vënë, do të shkojnë në burg, ç'është ky muhabet? Do të shkoj. Ore. Ore, gazetari si gjithë të tjerë bën një punë. Po. Mund ta bëjë dhe gabim. Prit, mund të bëjë dhe gabim. Por gabimi me një veprim të qëllimshëm për të përfituar në mënyrë kriminale ndahen nga njëri tjetri. Po mirë, ai ka kap një shkelje. Por, Ka kap një shkelje. po, edhe duhet ta bëj publike, kaq është detyra e tij. Jo ti thotë ti dua kaq para unë se ti ke bërë këtë shkelje. Ti për shembull që kemi thënë gjithë këto gjëra këtu ne tani, na vjen dikush nesër për shembull. Po. Nesër mos e thuj këtë gjë për Bexhet Pacollin se do t'jap kaq para. Jo, pyet vetëm ti jo mua. Jo, po them për Se do rastin bësh mua, ti pyet hipotetik vetëm. do. A është gjë vënë nëse ai të jap? Por, është. Kjo është. Bile me që jemi të Belinda Balluku. Angel, se duhet dalë të një koment që na ka Prit, shkruar prit. dikush nëse ke nevojë për para, tha. Po pra, dhe s'po e gjej ha. dot unë atë, s'po e gjej dot. S'është më komenti? Jo, unë se kam gjetur me. Po jeni o burra. Unë bile i lash Po, numrin komentet që bëni? Jo këtu, unë i lash dhe numrin e E pas ke telefonit lexuar atij. to? Po, e lexova, i dash dhe numrin e telefonit dhe është dukur komenti, është dukur ajo pjesë. Mirë. Okej, No, e prit. rithemi edhe një herë se ndoshta mund të jetë po i person ose persona Po, të pra. tjerë, po e themi të drejtë për drejtë siç ka thënë Angel. Dëgjoni numrin, dëgjoni numrin. Unë do unë jam jashtë fare kësaj gjëje, Atëherë, jashtë fare. dëgjoni numrin 069 26 32 790 është numri im i telefonit. Janë edhe domethënë të shpallura në këto rrjetet sociale që tash janë mbyllur. Tani shpjegoj pak lutem për çfarë është nevoja për të parë. Dhe WhatsApp-i im është 067 38 79910. Kontaktojmë aty, takohemi ku doni ju dhe kush ka për të dhënë. dhënë. Edhe një koment pastaj Po, poshtë pra. kësaj videos, kush Tani. ka nevojë, kush ka dëshirë. Kush ka dëshirë, dëgjoni jetë pjesë e këtu. kësaj Edhe një herë. iniciative të Angelit dhe jo vetëm për vete, por edhe për shqiptarët. Unë kam para që i ka vërtetuar gjykata. Jo vetëm gjykata, po edhe vetë prokuroria i ka vërtetuar. Dhe vendimi i gjykatës thotë që këto para duhet jepen me njëherë. E thotë vendimi i gjykatës. Vendimi i gjykatës e ka të shkruar specifikisht që prokuroria duhet të marrin gjithë dosjen e aplikimit të kartave të debitit që ruan Banka Intesa San Paolo dhe baza Intesa San Paolo e ka zhdukur dosjen. Dhe ky është faj plus, se vërteton katërsipërisht që Banka Intesa San Paolo ka marrë pjesë në shumë grabitje. Ka marrë pjesë direkte edhe në grabitjen e parave që kanë ardhur drejt për drejt dorazi me ligje diplomatike në 4 maj 2011. Mbani mend këtë? Dhe unë nuk gaboj kur për këto, po edhe si kur të kisha gabuar unë, gjykata nuk do gabonte kur. Mos u largo si jemi ke numri dhe arsye për çfarë e le numrin dhe për çfarë i kërkon ato. Atëre, parat duhen si domosdoshmëri për të bërë veprimet e duhura, për të detyruar prokurorin që të kthej parat. Okej. Domethënë, është para për të marrë parat. S'po E kërkon dyta, as në mosh asgjë. jo, unë kam para, po t'isha ashtu s'do kërkoja kurrë në kurrës. Jo, që- Unë shkoj për ditë atje në prokurori, për ditë në gjykat, dhe ju them atyre me jepni parat sipas vendimit. Vendimi është i formës prerë, ai duhet të regjistrojë dhe ekzekutojë që nga 15 maj 2024, domethënë po bën gati 2 vjet, dhe prokurorët po bëjnë gjithçka, të gjitha llojet e mashtrimeve, të manipulimeve edhe të dhunës, për të mos lejuar që unë t'i marr ato para. Po. Bile, po ju them dhe këtë tjetrën, edhe gazetarët më kanë kërkuar para me qëllim që ta bëjnë publike. E thallë kjo. Sepse thonë ata, thonë normalisht, e diti, ne duhet të paguemi për punën tonë, hapësirë. jemi privat, dakord. Prandaj unë po i kërkoj të para për të marrë para. Tani Angel si qershia mbitor doja një mendim, një qëndrim tëndin për sa i përket opozitarit më të flak që ka pasur opozita, siç ishte Dash Sula, që tani ka marrë një pozicion si kryeinspektor i përgjithshëm. E ka marrë? Po. Zyrtarisht madje dolin para 2 ditësh dolin tavolinë, takim me Edi Ramën, shumë entuziast, shumë emocionuar, po i dridhe zëri edhe nuk e di nga ai njeriu që bën ato protestat i vetëm, i flakt në ato qëndrimet e tij kundër qeverisë, Po, Valdin. sot Po ti serioz e ke me vërtet e do këtë koment? jo thjesht do doja që ta dëgjosh edhe një herë këtë qëndrim atë se si Përshëndet përgjithësinë tani ka ndryshuar rolet. ka ndryshuar rolet. Bile. Jo, lutem. Po të lutem. Po të lutem një sekond. Nderuar zoti kryeministër, ka pranuar këtë sfidë sepse ju lësoj maksimalisht për vizionin që ju keni.
E shikoni? Gometi? Turp ta them. Ka turp. Që tek Jo, nuk ka qeveria turp, ai jote, ka thënë. Mora kurajen, mora guximin. Konkurova, dola I pari dhe vlerësohem. Mbyllet. Ky po vlerësohet me kryeministrin. E kryeministri I kallëzuar Ore ndoshta ka kallëzuar ky, Ore, ka protestuar. ti më bën një koment mua që unë e kam bërë kallëzim penal. Ai ka Ore poshtruar ky ndjehemi poshtruar thot në vjet turp thot nga vetja thot për ato se çka ka mbo, tani Më që jam përpara. po. domethënë ky thjesht ka Ore- ndruar kamp dhe kjo historie e ndërimit të kampeve me pagesë është bërë rutinë. Jo, ai thot jam më I Ore se ka para aty. jam më Ka ekselenti. parare. Garova, Që me ekselenti po lere. fitova, Ekselenti. më I përgatitur, I dal- më I duhur. Prit, I dal ekselent nga Hajduti. Po s'diskutohet ai. Thot do më thënë gjë, më Po thënë. çfarë të them, s'kam çfarë të them u dy. Është bërë rutinë erdhi çun. Këtu vlon gjobvania, vlon Quhet gjobvania edhe kjo? Jo, kjo quhet korrupsion, nuk quhet gjobvania. Pra, Pro kryeministri I ka thënë, idhu këte nga ana ime. po ka marrë shumë kështu e ke pati? Po, plotë. Po, ky është lloji I pushtetit që lullëzon me anë të poshtërsisë. Mirë, për te pjesave politike ose pozicione. Po s'është politike kjo. Por, Po si katroj gjë. si karakter domethënë, a do mundesh domethënë si njeri vetë njeriu domethënë si ka Shiko këtu, mundet që të shkojë, më dëgjoj çiktu, më dëgjoj çiktu, më dëgjoj çiktu. Mundet sipas Më dëgjoj çiktu. Do të marr rastin më të butë. Imagjinojmë sikur Darsula, si çdo qytetar tjetër, konkuron për një vend pune, Po. normal fare. Po. Dakor? Po. Dhe me aftësitë e tij të jashtëzakonshme, Darsula e fitoi këtë vend pune. Dakor? Deri këtu s'kemi asgjë të keq. Jo. Po çai duhet I gjithë kjo deklaratë aty që ti, zoti kryeministër, je goxha yll. Po për te asaj, se Jo, ide jo, ka jo, pa prit- qëndrimet janë bindje. Dal, mos I ngatrojmë. Si mos i Edhe ngatrojmë. një. Ai ka qenë opozitar, Po. ka qenë një nga ata që ka luftuar pas, më fal për shprehjen, mbyllës Sali Berishës. Por më fort se sa Berisha vet. Më fort se sa Berisha vet. Dhe sot ky njeri jo vetëm që konkuron për një vend pune që është nën tutelën e drejt për drejt të kryeministrit, por del dhe me deklarata sikur kryeministri që nga goxha burr. Po dalet tash çu. Po dalet tash. Po kjo, me vërtet kur merr pozicion punë është e kurzuar, kjo shkruhet aty që ti duhet dalësh ta bësh diçka tillë e një kot se kam si Ka që punë, s'ka punë Nëse fare. ti futesh në punë shteti, Jo, je Gjoni, detyruar që ta bësh. jo fare, unë konkuroj për vend pune inspektor për të kontrolluar këta fshesa xhinj, po e themi kot. Pa. Ç'pun kam unë me drejtorin e fshesa xhinjve apo ministrin e urbanistikës? S'kam u varë. Ose me Unë kryetarin e bëj punën, bashkisë. po kryetarin e bashkisë, unë bëj punën time dhe kaq. Se këti ka ardhur vetë, domethënë, nuk është se ja ka kërkuar Edi Rama që ta thotë atë gjë për ta ul, domethënë për të ul atë. Me fal me Burrën e tij, unë një burr shiko, 56 vjeç, domethënë shkon bën të deklarate. Dëgjoj këtu. Ke pasur ndonjëherë qendi? Kam pas. Ë? Po. Po kur le qeni I thuaj ti le apo le vetaj? Unë I them mos le. E ti po mos e Mos pikërisht. le, them. Dëgjoj, natyra e servilit është që të bëj gjëra pa qenë nevoja që të urdhërohet për ta bërë atë gjë. Se s'ja ka kërkuar Rama, thua. S'është nevoja. S'është nevoja, re, kanë natyrën e tyre. O Edi Rama, o mret, o figur, o njish, o sultan, o Zeus. Dëgjoj. O, më të mojmë ne vend punë më burr. Mire, pse duhet ta bësh të, a Po duhet jo, ta bësh deklaratë mirë, da të O largohet. Edi Rama, o mret, o figur, o njish, o legjend, o Zeus. Te po thot Altini veta, unë s'kam punë, s'kam gjë. gjisht Çfarë të të deklaratë. deklaratë? Jo, unë s'kam gjisht të të deklaratë. Sa këto o yll, o drit, o hën. Kreçi go. Çfarë ti them në gjë? O Edi. O njish atë. O Edi mos haro se pas sa ditësh do jesh në gjykat për Po. për poshtërim O Edi të Rama, Republikës dhe të o mre. simboleve të saj, mos e harrojmë të Je gjë. legjend, je legjend. Tani që ta përmbledhim atë Hapir të sytë i fundit, kanë emër, ç'të them që ta përmbledhim atë të fundit se nuk thamë më kryesoren. Në hetimin, mos harron, në hetimin që prokuroria e Kosovës duhet të bënte për Liridonën dhe për Naimin, domethënë për vrasjen e Liridonës, që aty ka personazhe fare dytësor, si ai për shembull që ka shitur armën dhe armë mund të gjesh në dorë, megjithatë ai është dënuar për atë faj që ka bërë dhe pikë.
Është dhe tjetri që është vrasja ai që ka qelluar, po ai që ka qelluar mos harroj se ai vetë nuk ka asnjë arsye personale për ta bërë. Ai e ka bërë kundrejt pagesës. Ai është profesionist në Ashtë. punën e vet. Ka bërë atë që ka bërë, atë poshtërsi që ka bërë. Po Por problemi është, a ka gisht Naim Museli dhe a ka gisht Bexhet Paçolli. që ti mendon që Që unë them që ka. Prit, pse? Se do jo shtojmë vetëm, do- kanë edhe do shtojmë një fakt tjetër që shumë domethënës dhe që e kam thënë më përpara. Në 2024, mos gaboj, në qershor, domethënë 6-7 muaj pasi ka ndodhur ngjarja, këtu në Shqipëri ka ardhur prokuroria e Kosovës dhe ka ardhur 2 herë. Dhe kanë takuar kë? Arenc Çelën, që është kreu i prokurorisë. Normal se kështu ndodhe nëpërmjet institucioneve, kreu i institucionet është ai që bën pritje. Po mos harrojmë që kjo ardhje, për çka ka ardhur? Çfarë problemi kanë pasur? Unë them që kanë pasur punën e Liridonës. Dhe me shumë gjasa Arenc Çela i ka mashtruar. Po. Do nuk i ka thënë faktin që Bexhet Paçolli duhet ishte në nënhetim. Bexhet Paçolli ishte në nënhetim, domethënë Leonard Cilopati e ka ndarë dosjen në 2 pa qenë fare nevoja. Unë kisha bërë kallëzim penal vetëm për mashtrim kompjuterik, në lidhje me zhdukjen e 50.000 eurove. Ku i dyshuar gjithmonë, mbetej Theodori Çami. Policia gjyqësore, Artan Dashi që e mori dhe që u ngarkua fillimisht nga Leonard Cilopati, ginjeu dhe pasi nuk ginjente dot më, tha u transferua. S'gjende dot më, se ishte edhe një urim. E kupton? Pastaj e mori një tjetër, dhe pas një viti e gjysmë na bie me një letër ku Bexhet Paçolli pas ka thënë që jo, nuk qenë ka e vërtet. Po pse mjafton që njeriu të thotë nuk është e vërtet për prokurorinë? Kush është ai hajdut apo ai keqberës që thotë e bëra unë? Dhe pse priti prokuroria për një verifikim që të shikonte nëse është i vërtet apo jo fakti? Prokuroria asnjë nuk bëri asnjë lloj hetimi, asnjë lloj verifikimi, asnjë lloj ekspertimi brenda aparaturës, domethënë mjeteve të komunikimit elektronik të Bexhet Paçollit. E kupton? Thjesht u mjaftua me kaq që Bexheti ka thënë që s'është më. Po Bexheti këtë deklarat nuk e thoshte sa ishte gjallë Liridona Ademi. Ai priti që të zhdukej vetëm dëshmitar që mund të kishte dieni dhe që mund të fliste. Dhe prandaj ajo ndoshta mund të ketë ushtruar një presion të madh ndoshta për këta. Domethënë, që të nxirrte diçka për to, pastaj shkuan deri në pikë që bashorti të vrisë. Ajo mund të ketë kërkuar një llok goxha të madhe. Po mirë, ishte konsekvent ashtu tani, duke ditë që njerëzit e dinë domethënë se kush është Bexhet Paçolli, çfarë fuqie, çfarë potencë, çfarë ekonomie ka, domethënë, çfarë potenciali ka. Për kaq gjë domethënë ka vuajtur që ta mbyllë këtë mund. Për sa gjë? Po varet sa ka kërkuar apo shumë. Po shumë si ka kërkuar miliona euro ajo. Po miliona ka kërkuar, ajo ka kërkuar gjysmën e pasurisë. Gjysmën e pasurisë. Ti thu që do zgjidhet kjo çështje për ta mbyllur tani. Janë 150.000 milionë euro tash në tavë që po grinden ata? Po e diti që atje brenda atyre grindësve është dhe njëri me mbiemrin Ademi? Është edhe një aty, është një person me mbiemrin Ademi, është ai që ka kallëzuar edhe që është në grindje me Bexhet Paçollin. Tashi, se e thënë që ai të jetë me të vërtet vaj apo kushuriri Liridona Ademi, po që në Shqipëri çdo gjë duhet verifikuar kur bie fjala sidomos për vrasje. Prokuroria është e detyruar që të bëjë çdo lloj hetimi, lidhjet familjare, lidhjet e interesit, domethënë të biznesit e tjera, mundësinë e kontaktit, të shantazhit, të gjobdhenjes, të korruptimit e tjera, dhe mos harro që ky fakt për shembull 100.000 eurove del pas 2 vjetësh. Pse nuk ka qenë sekondë para? Pse nuk ka qenë sekondë para? Dhe e dyta, e ka zbuluar prokuroria
apo e kanë zbuluar gazetarët, apo e kanë zbuluar etusit e Suedis. Se janë pjesë e lojës ata. E kupton? Ata janë maksimalisht interesuar për të ditur se çfarë mekanizmi ka lozur midis këtyre dyve, se ata janë qytetarë suedez njëkohësisht. E kupton? Domethënë, këtu mungon qoftë sinqeriteti i Behçet Paçollit, jena i Murselit mund mirë kuptohet se ai është i akuzuar për vrasje dhe sikur të gënjej do ishte gjëja më normale në botë, nuk është në një çudi, e kupton ti? Por edhe i prokurorisë që pas 2 vjetësh kujtohet dhe thotë nuk po që nga këto 100.000 euro. Po çfarë janë këto 100.000 euro? Jo, kështu e llav goja. Llav goja. Miq, Ti përshëndesim që të lejmë diçka për herë tjetër, se kjo çështje kam përshtypjen që do të vazhdojë për gjatë apo do të zgjidhet shpejt. Dëgjoj. Do të zgjidhet shpejt, se mbaroj e kena me të kuqe. Do t'ju jap një Mos na fiket kështu. Shiko, do t'ju jap një fakt të freskët fare. Më i freskët sa shy. Ashtu dhe. Dje një institucion jashtëzakonisht i rëndësishëm më ka dhënë një njoftim. Dakor? Ky njoftim vjen vetëm 4 orë pasi unë kisha kallëzuar për të njëjtën çështje një njeri në gjykatë. Do me thënë, unë ju siguroj që prokuroria i përdor të gjitha mjetet dhe vë në lëvizje bankierët që ata të sigurohen që të bëhet lidhje me njëri tjetrin dhe të sigurohen që do paguen parat. E kuptove? Këto do t'ja u jap me dokumentacion, Herën tjetër. Me vula. Miq, ju përshëndesim. Festoheni, gëzoheni, por dëgjojeni edhe këtë se çka kemi folë sot, se janë shumë gjëra të rëndësishme që Shikoni këtu. Edhe 2 shtete në herë. 2 shtete në herë. Jo, 2 shtete në herë. Shtetet janë të hedhur në herë. Tash vetëm vetëm kur të bien, domethënë që inshallah zën vend, se këtu është e sigurt që inshallah zën ato që janë marrë me këtë gjë që kanë çuar deri në pikë, dhe jo pjesën tjetër shqiptare. Këtu është e sigurt që shteti punon në të kundërtën e vet. Nuk ka bërë vaki kur që gjithë një institucion të jetë komplet i zhytur në krim dhe të punojë ditë për ditë, çdo sekond për të mbuluar fllësinë e vet. Arrivederci.